Ai s'don bre prej teje kur gjo tjetër, veç me u kthy te ai, Allahu. Me gjet rrugën që të çon deri tek Allahu. Ktheu taj Allahu me knatësi bre. Ktheu bre Allahut me seshte. Ktheu bre Allahut me pendim. Ktheu bre Allahut pash Allahun me istikfar, me lyp falje. Ktheu bre Allahut me sadaka bamirësi. Ktheu tu pranu që je i dopt e që ke nevoj për Allahun. Trokit brenderën e Allahut e prite pastaj shërimin. Pasha Zotin nuk ka bre spital në dynja që të shëron nëse Zoti s'don. S'ka bre doktor në tokë që ta gjen smundjen nëse Allahu nuk e lejon. Ishte një njeri i pasur që vuante prej dështimit, dëmtimit veshkëve. Djemtë e kishin qu në një shtet për transplantim. Aty janë marrë vesh me prindin e një vajze 3 për 50.000 euro për m'ia marrë një veshk. Në mëngjes, krejt ishin në spital. Para operimit, operacionit, plaku i kërkoj me pa vajzën, e kërkoj vajzën ta shof, që ajo po ma dhuron unë e pe blej veshkën, që kishte pranu mi adhon pra veshkën. Ajo hyri me turp e përullsi dhe ky plaku e pyeti, pse pranon me shit një pjesë trupit ton për një plak si unë? Ajo tha, se jemi dvarfën. Vllaznit e mi janë në universitet, duhet me bo diçka me ndihmu ata. Fjalët e kësaj vajze e goditën në shpirt këtë burr. Kogja i shtym në mosh, por i pasun. U zgjua ky prej gjumit shpirtëror, ai harroi smundjen me mendu për vete dhe tha, si mundet një njeri me hek dorë për një pjesë e tjetës, veç për me hangër e për me jetu, i thirrë djemt urgjentisht. U tha, po kthehem në shtetin në Arabi Saudite, prej nga ka ardhë ky, s'du ma transplantim. Edhe u tha, 50.000 eurot e mia jep një sadaka për këtë vajzë. Mos merrni kur gjo prej saj. Kur u kthy ky, i pasuri në vendin e vet, plaku shkoi në spital si zakonisht për dializë, me vazhdu dializën. Gjatë kontrollit, doktorët u habitën me këtë. Veç se veshka e tij, subhanallah, kishte fillu me punu prap. Kjo është fuqia e mbretit të mbretërve, për me shëru si duhet, as me brisk, as me doktor, as me ilaç. Sadakan e dha, e preki ajo vajzë. Mjaftoi kjo? Allahu është mbreti, që prej lartësisë mbi ashti, e shëron të sëmurin. Allahu është mbreti që prej arshit atje lart, e gëzon të piklumin. Allahu është ai i cili çdo kujt dhe çdo kush që troket në derën e tij, i lutet me sinqeritet, i përgjërohet Allahut, Allahu i ja largon çdo sprov, çdo piklim, çdo mërzi, e Allahu azza wa jall ja shëron çdo plagë. Mos harroni. Ju lutem, mos harroni. Mbështetuni fort në Allahun. Bindjuni Allahut fort. Lutjuni te Allahut pa ndërpre, siç na mëson i dërguari Allahut. Lutjuni Allahut pa ndërpre dhe në vazhdimsi,
me fjalët ja dhel gjelali wal ikram, o Allah, ti je pronari mallështisë dhe i nderimit. Allahu pikëllimin të largon, e të gëzon, e të largumin të afron, e smundjen të shëron, plagët të largon, dhe Allahu të zbret qetësi në zemrën tënde, dhe Allahu të jep dy lloje të pasurisë. Pasurinë shpirtërore dhe pasurinë materiale. Mendo. Dhe me njëherë lutju Allahut për gjithçka që ti ke nevojë.